Pankreasi i yndyrshëm, si ta dalloni dhe pse nuk duhet ta neglizhoni. Shpesh zbulohet rastësisht, por lidhet ngushtë me rezistencën ndaj insulinës, mbi peshën dhe çrregullimet metabolike. Pankreasi i yndyrshëm po përmendet gjithnjëherë më shpesh si një gjetje që i befason pacientët pas një kontrolli rutinë me ultratinguj, zakonisht pas simptoma të qarta që do ta tregonin më herët. Edhe pse për një kohë të gjatë është konsideruar si një gjetje e rastësishme pa rëndësi të madhe klinike, vitet e fundit po i kushtohet gjithnjëherë më shumë vëmendje lidhjes së tij me çrregullimet metabolike, sidomos me rezistencën ndaj insulinës, mbi peshën dhe rritjen e yndyrnave në gjak. Kjo gjendje njihet si statozë pankreatike ose lipomatozë e pankreasit dhe në literaturë shpesh përmendet si pankreasi i yndyrshëm që nuk lidhet me alkoolin. Në thelb, bëhet fjalë për grumbullim të yndyrës në indin e pankreasit. Si yndyroset pankreasi? Ky proces nuk ndodh brenda natës. Yndyra mund të depozitohet gradualisht, si mes pjesëve të pankreasit, ashtu edhe brenda vetë qelizave, përfshirë edhe zonat që prodhojnë hormone. Kjo është e rëndësishme sepse pankreasi luan rol kyç në rregullimin e sheqerit në gjak. Shkaqet dhe faktorët e rrezikut. Zakonisht nuk është vetëm një shkak, por kombinim faktorësh që veprojnë për një kohë të gjatë. Më të shpeshtit janë mbi pesha, sidomos dhjami në zonën e barkut, rezistenca ndaj insulinës, paradiabeti ose diabeti tip 2, yndyrna të larta në gjak, tensioni i lartë, stil jetese jo i shëndetshëm, mungesë lëvizjeje, ushqim jo i mirë, stres dhe gjumë i dobët. Shpesh, pankreasi i yndyrshëm shoqërohet edhe me mëlçinë e yndyrshme dhe është pjesë e një tabloje më të gjerë metabolike. Si diagnostikohet? Më së shpeshti zbulohet rastësisht gjatë ultrazërit, por mund të vlerësohet edhe me skaner, rezonancë magnetike apo metoda më të avancuara. Megjithatë, ultrazëri ka kufizime dhe jo gjithmonë jep pasqyrë të plotë. Është e rëndësishme të kuptohet se pankreasi i yndyrshëm konsiderohet më shumë si një gjendje paralajmëruese se sa sëmundje më vete, por ai sinjalizon nevojën për kontroll të metabolizmit dhe rrezikut kardiovaskular. Kur duhet kujdes i shtuar? Nëse shfaqen simptoma si dhimbje të vazhdueshme në pjesën e sipërme të barkut, humbje peshe pa arsye, jashtëqitje me yndyrë ose diare, të përzira të shpeshta, diabet i sapo diagnostikuar. Atëherë është e nevojshme konsult me specialist dhe analiza shtesë. Si trajtohet pankreasi i yndyrshëm? Nuk ekziston një zgjidhje e shpejtë me një tabletë. Zgjidhja qëndron te përmirësimi i stilit të jetesës, ulja e yndyrës trupore, sidomos në zonën e barkut, ushqim i balancuar me më pak ushqime të përpunuara dhe më shumë fibra e proteina, aktivitet fizik i rregullt, kombinim ushtrimesh force dhe kardio, gjumë cilësor dhe menaxhim i stresit, përdorim i kujdesshëm i suplementeve, vetëm sipas këshillës së mjekut. Në vend që të kërkohet një dietë perfekte, është më e rëndësishme të krijohen rutina të qëndrueshme. Kur organizmi arrin ekuilibër, kjo reflektohet në më shumë energji, fokus më të mirë dhe gjendje të përgjithshme më të mirë shëndetësore. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.